ose ndryshe vonesa gjuhësore është kur fëmia nuk i arrin aftësitë e pritshme në atë rangun e bashkëmoshatarëve, pra që do të thotë fëmia nuk arrin gjuhën e folur ose gjuhën e shprehur në target grupin e moshës që ai i përket. Pra, vonesë gjuhësore kemi kur fëmia komunikon nëpërmjet gjesteve, fëmia kërkon nevojat e tij, dëshirat, kërkesat e tij duke përdorur gjeste dhe jo duke përdorur pikërisht të folurën, përdor vokalizma, por dhe në rastet kur është gjuha e folur, fjalori është më i varfër se ai i bashkëmoshatarëve, pra që do të thotë fëmia mund të përdori, mund të emërtojë objekte, mund të emërtojë familjar ose njerëz të afërt, por numri i fjalëve që përdor, struktura e fjalisë që ai përdor, nuk është e duhura me grupmoshën, pra me bashkëmoshatarët.